Të nderuar vëllezër, të nderuar i pranishëm, falenderimet më të sinqerta dhe absolute i takon Allahut të madhëruar, i cili na i ka bërë të dashur imanin, islamin, Kur'anin, e më pastaj na ka zbukuruar në zemra dhe në shpirtat tanë. Qojmë selame, salavatin bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij të dashur, bi shokët e tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin e përcjellin këtë fe të Allahut deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër, jemi në muajin e shenjtë, muaj i parë, muaj Muharram, njështu dhe viti i ri i Hijretit, 1440 Hijri, pasi që e kemi lanë mbas vitin e kaluar, do të ishte e rejnit dhe udhës të flitet për këtë muaj të shenjtë, pikërisht do flas për një ditë madhështore, dita e Ashurës. Është interesant se Allahu i madhëruar her pas here ju ofron njerëzve shansa, mundësi, panajire, hynore, përfalje, amnesti dhe pendim. Muaj që e përcjellim ishte muaj 12, Dhulhijhe. Edhe i muaj ka qenë i shenjtë. Tash në muajin e parë Muharram edhe ky muaj i shenjtë. Që në kupton, në këtë muaj dhe këto muaj të shenjtë, besimtari mundohet maksimalisht ta madhron këtë muaj. Njashtu dhe kujdeset maksimalisht që mos bëhet dhe një krim, dhe një dhunë, dhe një mëkat dhe padresi me të cilën ndëshkime dhe gjunaje shumë më i madh se jashtë këtyre muajve. Por në njëjtën kohë dhe punët e mira, veprat e mira që i bën në këtë muaj shumë fishohen me shpërblime dhe sevape. Muaj 10, muaj Muharram, që është dita e 10 e Ashurës, do t'jetë ditën e njëjtë që vjen. Do t'jetë dita e 10 e Ashurës. Kjo ditë tek muslimanët shumë përjetohet. Atë shumë përjetohet kjo dita e 10 e muajit Muharram Ashura, saqë mundesh me thonë veti subhanallahu, thua, është Ramazan apo çka është? Se të gjithë besimtarët e agjërojnë që ditën e 10 të Ashurës, për të cilën ka thënë pejgamberi Allahut, kush e agjeron ditën e 10 Ashurën, ka shpresa që Allahu ka për t'ia falë gjunat e vitit kaluar. Edhe pse është sunet mustahab, nuk është farz, besimtarët shumë e përjetojnë dhe agjërojnë. Kjo ditë e Ashurës ka lidhje shumë të ngushtë me fenë tonë madhështore islame. Korrespondon me natyrën e pastër të fejes Allahu xhaleshanu. Kjo ditë, dita e Ashurës, shumë qartë e shpalos natyrën, tabiatin e kësaj feje dhe disa karakteristika. Nëse doni me ditë, kjo ditë ka zanafilën për para pejgamberit tonë, në kohën e Musës alayhis salam. E shka lidhe e unë feja jonë me prej kohën e Musës alayhis salam, dhe se të dashur, krejt kjo korrespondon dhe përshtatet me natyrën e fejes. Thot Abdullah ibn Abbazi, në lidhje me këtë ditë të Ashurës, thot pejgamberi alayhis salam, kur e la Mekën edhe u shpërngull për Medinë, kur shkoi në Medinë, ka has çifut jodët në Medinë. Edhe ka pa lloj-lloj zakone dhe tradita. Kur i ka pa disa njerëz të agjëru ditën e 10 të Ashurës. Edhe i thot tyre çifutëve, pse agjëroni këtë ditë ju? Thot ja Muhammed, na shumë madhrojnë këtë ditë. Pse? Thot në këtë ditë Allahu e ka shpëtu Musën, pejgamberin tonë Musën alayhis salam, edhe popullin tonë, Ben Israil, nga faraoni dhe armiku i tij. Edhe Musa ka agjëruar ditë, se shem falëndrimin o Zot më ke shpëtu mua nga zullumçari, nga kriminali, e unë nuk di si të falëndroj dhe të jam mirënjohës ndaj teje, forma më e mirë është agjërimi. Andaj ka agjëruar.
Kër ndëgjon pejgamberi alayhi salam këta thot, nahnu ahakku minkum bi Musa. Po na kena më shumë drejt, na kena më shumë hak, dhe na më shumë meritojna këtë ditë të madhrojmë, edhe më shumë kena hak ndaj Musës sa ju. Edhe Muhamedi s.a.s. ka xhiruar ditën e 10 Ashurës, edhe i ka urdhëruar musliman. Kjo ka ndodhur para se mu bë farz dhe obligim agjerimi muajit të Ramazanit. A thu para shtot pyetja, pse pejgamberi alayhi salam minjer i thot këtyve, unë ka më shumë hak. A dini pse? Se feja jon nuk ban dallime dhe selektime. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Thot Allahu, ne nuk bëjmë dallim as selektim ndaj pejgamberëve tjetër. Na këtë pranojmë. Që nga Ademi, pejgamberi pa, Ademi, Nuhi, Musa, Isai, Zekeriaj, Ibrahimi, Isa, të gjithë pa përjashtim. I pranojmë, nuk bëjmë dallime fare, as racionale, as me ngjyrë, as me kulturë. Ne nuk bëjmë kësi selektime, nga se të gjithë pejgamberët e Allahut, të gjithë profetë e Allahut xhaleshan e përfatsojnë vetëm një allë të kësaj feje. Këtë pejgamberët e Allahut kanë një sen të përbashkët. E kanë idejen, fejen, dinin dhe vllazniallëkun. Të gjithë pejgamberët e Allahut janë ortak në mision. Sikurse biznismen mes tyre janë ortak në biznisin, cili profesion, profesor, apo xhallar, apo zyrtar, apo argjetar. Secili në tyre janë ortaklëk me biznis, me profesionin. Edhe pejgamberët e Allahut mes tyre janë ortak. Po, në atë misionin e tyre të shenjtë, me të cilën Allah i ka nderuar dhe i ka vlerësuar. E tash du me përmend karakteristikat në njën e kësaj ditës së Ashurës. Na e dinë Ashurën si festë, edhe që besimtarët ta xhurojnë, sevapi i madh, shpërblimi i madh. Mi po kjo nuk ka dhe thjesht bashkështu. E ka atë botë kuptimin e vetë dhe atë konceptin e vetë. E tash unë e kam ishpalus para juve. Një nga karakteristikat e kësaj fesë në lidhe me këtë ditë të madhështore është se feja jonë është fe plotësuese. Edhe nuk është fe zavendësimit. Shka nuk kupton kjo? Kjo do me thonë, Islami është fe ndërtimit. Fe plotësimit, fe kompletimit. Nuk është ka ranon. Nuk është që ka ban shëmbimin apo zëvendësimin e diçkart. Jo. Islami e ka gjetë më herët fejen e më pastaj kur e ka gjetë vetëm se ka vazhduar trend. Edhe i ka e gjurmave, edhe ka renovu, apo e ka plotësu dhe kompletu, nuk ka bë çrënjose, prishje, rënim fare. Andaj dhe jo rastësisht ka thonë pejgamberi alayhi salam, innama bu'ithtum liutammima makarim al-akhlaq. Unë jam dërguar në mesin e juve përse? Mi plotësu dhe kompletu moralet e larta. Sikur se ka desh me thonë pejgamberi, unë para se më ardh, kam gjetë morale dhe virtyte të mira tek popujt të mërshëm, tek njerëzimi. Unë vetëm se e vazhdoj, e kompletoj. Alo më mirë, alo më qartë, alo më të kapshëm, e ka ilustru pejgamberi alayhi salam ku ka thonë shembulli im, edhe shembulli i pejgamberëve përpara meje. I ngjan një buri i cili ka ndërtu një pallat të mirë dhe të bukur. Atë mirë ka ndërtu atë pallatën. Sa që ato shka vizitojnë, ato shka kalojnë, për edhe kësaj pallatin, kër e shikojnë mahnitën, atë bukur e ka ba, atë heshën. I mahnit, i provokon, i josh, o usatë mirë po duke po pallatin e mirë rreth e për qark, kur e shen një pjesë i mungon, një tull. Edhe thoj në veti, shumë e mirë kana pallata, shumë e bukur kana, vetëm se me pasqen që pjesë e tullës, ishba ala ma shqydet.
alo më e bukur. E I thot pejgamberi Allah, unë jam ajo pjesa që mungon, me ardhen time kam plotsu. A e kuptuat? Kjo është mesazh për tritu, që janë të vrullshëm, që janë për plot entuziazëm, që nuk din me vlerësum, edhe një ditë kimetin e atyre për para atyre, sikur se djali nuk ja di vlerën babës, nxënësi nuk ja di vlerën mësuesit, xhamati nuk ja di vlerën hoxhës, apo xhallarët të ri nuk ja din vlerën e xhallarëve të vjetër, mësuesit të ri nuk ja din vlerën të vjetërve. Edhe çka bojnë? Në vend se ato t'i falendrojnë, të jenë mirënjohës, që mirë thonë, elhamdulillah, Allah ju nderoft, Allah ju shpërblet që keni bë punën, kontributin, mundin, unë tash kam e vazhdu, ku keni lanë edhe ta plotësoj, këta çka thojnë, e bojnë të kundërtën, as gjos pas një ba. Kur gjos pas një qitë ndrit jo. O, që sa vite i në mejdanin e aktivitetit, fare s'ki ba. Jo, ashtë. Pejgamberi çka thot? Unë jam dërgu në mes në juve mi plotësu, jo mironu. Që të thot, ju keni diçka o njerës. Mirë po une, ku keni lënë mangët, une vetëm se do t'i plotësoj ato boshlëke. Kjo shumë është mesazh në vete. Edhe vetë kjo dita e shurës në kupton. Edhe pse është fest e çifotëve, na nuk e refuzojmë. Përkundazi bashkangjitmi karavanit të tyre, përderisa ajo vepër, ajo punë nuk bie ndesh me parimet dhe drejtat islame. Në të kundërtën, islami vazhdon në ata shka e ka projektuar Allahu për njerëzimin. A e kuptuat? Andaj islami nuk ka ardhur për me rënu. Ashtë me I hit qafës trashëgimin e gjithë pejgamberëve. E pastaj me nis një strukturë të re. Jo hasese. Islami vetëm se forcon, vetëm se I jep strukturën e vazhdueshëm të asaj që I ka gjetë pak më herët. Andaj misioni gjithë muslimanëve në tokë është që me kontribu në vlerat pozitive, edhe me ngrej njëni me tjetën ur komunikim, në trashëgimin e mes njerëzve. Ai duhet me shtrit dorën e kontributit, edhe se cili për tyre me afruat motën e dorës domosdoshmërinë e jo vetëm shkatrimin. Që kjo është pika e parë, ama shumë e rëndësishme. Andaj muslimani, ai vetëm se çka ban? Nëse gjenden një barikat, penges, I thën ato, edhe vazhdon në ata të cilën e ka gjitë marët dhe e runë originalin. Nuk vjen me diçka të re, nuk vjen me diçka e cila quhet risi dhe bidat. Kjo është pika e parë, monë men. Karakteristika e dytë është partner I privilegjuar dhe jo konflikt I njëanshëm. E që kjo është e rëndësishme. Na si misionar si Davexhi, monin men, se disa të ri kur po vinë, po kanë qep mu bot anshëm, vetëm janë të prirë dhe kanë aftësi, kanë vullnet dhe lanë me bo konflikte, kur nuk menon mu bo partnerin I projektet me dikan. Edhe këta duhet me konsideru si privilegj, si ndirë dhe respekt. E kjo dita Ashurës në ep këtë vlerë dhe këtë element. Islami është fe që ka depërton mes njerëzve. Nuk është ajo që ka mbyllot në vetën e vetë. Bile, Islami bashkangjitet karavanit njerëzor, përderisa ky karavan përqëndron dhe vazhdon në parimet e drejta. Nuk bie ndesh. Me Islamin na vazhdojna. Ke kush ke? Monin men këta. O vëllezër të dashur. Për shembull, aty ku e shohmi na komunitetin, pjesën dërmuese të njerëzve, që nuk bie ndesh me njerëzit, na I bashkangjitmi. Shikoni ritualet fetare. Këshire haxhi. Haxhi që është një koncept I madh në Islam. Kështu ka thënë Allah në Kur'an: "Thumma afidu haythu afada an-nas wastaghfirullah." Pastaj thot Allah, pasi kryeni haxhin, shkoni ka shkojnë njerëzit, kthenu ka kthej njerëzit. Mos u daj. Mos u bë
i veçan ndaj të tjera. Të vëllezër të dashur, është një parim në Islam e cila ka bazën në Kur'an. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmoni, bashkëpunoni në punë të mira dhe në punë të devotshëm, edhe mos merrni pjesë dhe mos bashkëpunoni në punë të liga të këqija. Nëse ju fton në një shoqat, në një organizatë, në një institut, në një rreth shoqëri, për në një vlerë të mirë, edhe nëse ka ideologjinë e keqe, edhe nëse ka një kulturë tjetër, fton për diçka çka është në favorin e shoqërisë, merr pjesë. Mos gabot thuash, jo se nuk kanë diçka të përbashkët në esencë me këta. Argument? Po, me argument na flasim. Ndëgjoni mirë. Me argument flasim. Kështu që ka thonë pejgamberi alayhis salam, dëgjoni me vëmendje mirë çta. Thot pejgamberi alayhis salam, dobit çka i kam, dobit që i kam dëshmuar në shtëpinë e Abdullah ibn Jad'anit, nuk i ndroj me lloj-lloj nimete dhe begati. Po flas me gjuhën tënde, kështu kisha thonë. Për shembull, nëse më hipet dhe drejta me fol, kështu kisha thonë. Të mirat që i kam dëshmuar, i kam përjetuar në shtëpinë e çati filonet Abdullah ibn Jad'anit, nuk i ndroj me are. Kush o kam kjo Abdullah ibn Jad'ani? Vazhdon na di thot. Thot pejgamberi asam, nëse më kishin ftu mua, që tash, duke qenë pejgamber, isha përgjigj ftesës. Ndërsa pejgamberi ka dëshmuar ku i ka pas moshën 12 vjeçare, fëmijë pa u kon pejgamber. Çka dëshmu? Në kohën e xhailetit, para se marrë Islami, Mekka është vizituar shumë vizitorë, nga Jemeni, nga Shami, nga Iraki. E Mekkas të kanë pas ndirë dhe privilegj me ardhë dikush si me bërë dëni asamblet madhe. Edhe duke i vizitu, filluan me bërë disa konflikte. Çfarë konflikte? Filluan disa njerëz me Mekkas i plaçkitnin pasurin dhe mallin e vizitorëve në Qabe. Sa që filluan me marë për masat mëdha, ato që vishin me vizitu, njënit për ty ndodhe ja vjedhën pasurin dhe që i bërtiti tha, qka është duke ndodhë kjo? Kur që kena përritu një gjë të tillë? I ngritën zanat, deri sa që kjo Abdullah ibn Jad'ani, s'ka qenë musliman. Po ndërgjegja nuk ja le. Edhe ngritë zanin, i fton krejt, pleqt e Mekkas dhe thot, unë. A nuk është tur për neve? Në vend se na duhet me qenë për neve privilegj, vinë tjerë, na vizitojnë Qabën, e na mi donë ndim, e mi përkraj, mi shërbi, populli jonë, ja cënon derën dhe pasurien, edhe vendosen një farë, kështu me thonë një farë seancë, një farë parlamenti, edhe prunë disa regula, që mi ndonë ndim, çdo kujt i cili cënohet derë dhe pasuria. Thot pejgamberi sa ka marrë pjesë në atë parlament. Mos më keq kuptoni tash, ju tjerë, ata që kanë pak, kanë bubrejtë, kur thamë parlamentin, më një keq kuptojnë. Në odë, ka qenë atë odën, thot ka marrë pjesë, thot pejgamberi Allah. Sa është vlerë e mirë është, Islami e promovon, mi ndonë ndim ati që i botë zullum. Edhe thot pejgamberi, nuk e ndroj ata me asnjë nimet dhe begati. Tash jam pejgamber, më shumë se 40 vjet. Nëse ma kishin bën një ftesë davet njët, isha përgjigj. Edhe nuk po ju tham. Nëse ju ftojnë, kush ju ftojnë? A është qatë, a është organizat. Ju ftojnë për një sen që është dobishëm. Nuk bjen ndesh as me natyrën, as me rrethin, as me fejen. Ke kush ke? Me një pjesë. Mos gaboni me pas buba në koka, jo valla kjo është atje, kjo i gjatët s'ki i majtës. A i shikut këtë shembullin. Allah i ka thënë Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni shembull, yrnek, model më të mirë në pejgamberin Allah, mustër, copy paste. Nëse do me bë copy paste, pejgamberin mbaje. Këtë kanë tjetër. E kështu që pas ka bë kë? Andaj kjo është karakteristika e dytë. Demek partneri privilegjuar, jo konflikt i anshëm, janë disa njerëz për fat keq, kanë prirje, aftësi, energji të madhe për çdo sent mirë konflikt. Ky që vetëm mos mendoj dhe punë mirë. Qof uniteti, qof bashkimi, qof punë harit, qof mirësi, mbarësi, ashtu e ka natyrën. A natyra e mirë kështu thot. Çdo sen e mirë, ke kush ke, duhesh të marrësh pjesë. Pjesëmarrja
me të tjerët në bashkëpunim, në punë të mira, është objektiv e kësaj feje, është qëllim dhe objektiv më e madhe e kësaj feje. 2. E treta, në njën e kësaj ditës së Ashurës, një ndër karakteristikat e kësaj feje është drejtësi e jo fanatizëm. Këtë qëto elemente që jam duke përmenë, duke e nis nga vetja ime pasha Allah dhe të ju, shtene vetën ku jemi. Shumë është test, sfid për neve. A jemi partner për të mirë, a jemi konflikt? Po, të me ditë. Po, a jemi apo nuk jemi? Tjetra cëta ke, nga karakteristikat e para. A jemi shka plëtsojmi na, apo shka jarënojmi mundin tjerve? Unë e herë pas e kemi ndëgju. Sa të rriti kanë qërtu të vetrit, kur gjës pas ki bajo? Që sa jeti, që 20 vjetë fushën e aktivitetit. Qa ki qitë dritë, më be mos i thuja shtove. Thuja Allah i benderov që ki ba gjithat mund kontribut. Allah i të është problem. Unë e ta shpe vazhdoj, nuk ta prish i tyje. Jo du në prish krejt, po me kalzu se ku sham une. Gabim. Kështu islami nuk thret. E treta, drejtësia dhe jo fanatizmi. Islami është fejë tolerancës. Tolerancë absolute. Treton parimet në formën më të prej dhe të drejt. Gjykon me baraspesh. Na nuk mundna me gjyku Musën a.s. bazuar në qëndrimin të atyre që pretendojnë që janë i thort Musës. Për shembull, ka prej qifutve që janë të devijuar, janë lejthit, e pse ata kanë ba, qëfar të drejt ka Musa pejgamberi Allahut, mu akuzu dhe mu gjyku? Ne a themi një fjallë popli, të gjithë nuk futen me një thes. Më men. Andaj, thot pejgamberi Allahut, nahnu ahaqu bi Musa minkum. Kur i ka ba duka gjëru ditën Ashurës, ne kena ma shumë hak dhe të drejt për Musën se sa ju. Qëre? Andaj dhe na jemi shumë të drejt, nuk jena fanatik. Bile na interesant, ja na islami e sulmon antisemitizmin, ja kush. Nuk jena racista. A keni po dini jahudi që janë gjithë emrin fëmijëve Muhammed? Dini krishterë emrin Muhammed? A na Musa, Isa, Ibrahim, Zekeria. S'ke kemi këto kompleksa. Se jemi gjanimi. Ato janë racista. Të tjerët, ne jo. Andaj na duhet me promovu drejtësi e jo fanatizëm. Andaj islami e refuzon aja që quhet e përgjithshëm. Nuk i shtimi këtë me një thes. Madje dhe Allah i ka thonë Kur'an, ka pre atyre të tjere që janë të mirë, nuk janë këtë të që, edhe ka përmenë Allah i Kur'an. Ka thonë, o min ehlil kitabi, men in ta'menhum bi qintarin yuwaddi ilejk. Ka pre ehlil kitabi, për krishterë dhe jehudve, nëse jipet në besë një pako me ari të arrujnë, të kthejnë. Ama o min hum, ka pre tjere, in ta'menhum bi dinarin, la yuwaddi ilejk. Illa ma dum të ale i kame. Ka për atyre nëse jep në bes një dinar më të arrujt, a i s'ta këthen, për desa ti nuk i rinë mra, pa ti dhe desa nuk jam merë. E Allah i thot, lejsu se wa, nuk jam bet barabat këtë me një thesbe. Se dhe për neve ka, dhe pëse janë musliman, pa dhe për neve ka. Jep dishka në bes, nuk ta këthen. E ka Hasan Hussein, ama. Hajt ashtë, këtë mishtin me një thesa. Ja, nuk jemi ashtu. Ne me drejtësi. Andaj, shka ka faj Musa a.s. Që sa të drejt, subhanallah. Edhe kjo është karakteristik në vete. Katërta, barazi dhe jo racizëm. Barazi dhe jo racizëm. Bile, autori shkon botë shumë tolerant. Bile, haqë tolerant, Zemërgjan thot, bile thot unë ju bëj ftes, si dush ditën e Ashurës e bëjmë ditë ndërkombëtare. Edhe musliman, edhe krishterë, e jahudit, e festojme. Ne nuk e kena këtë kompleks, thot. Mos menovat se na kena kompleks, na ju urejmi jehudit pëse janë jehud. Ja, pëse nuk janë musliman ju urejt, ja vallaj, në fejnë nuk ka imponim, la i krefit din, ka të beje në rushdu min e lgaj, në islam nuk ka imponim, kush do në beson, kush do nuk beson, e qartë është e qartë, e divim është e qartë, për ku është problem mes neve të tjerve? A dy ku është? Sa ata kanë zaptu pushtu tokat e muslimanve, kanë dirë gjakin e muslimanve, kanë shkel deri në muslimanve, edhe le ta dinë se islami nuk toleron, as nuk e gulltit kur njerë dhunën dhe padrejtësien, kur njerë agresivitetin.
Qertë këti ban kabul. Jepse, mu e fejnë tane, lekum din, lekum mali e din, ti te tanën e temën, ama zullumin, agresivitetin, jo të tjerëve, vëzët të dashër, ma tjetë dhe gjemateve, edhe organizateve, ideologjive nuk e toleran. Mos themi tjerë, edhe mesin tonë, nëse pretendon që është musliman, edhe ban dhunë, padreci, zullum, agresivitet, nuk e tolerojme. Argument ka thënë Allah në Kur'an. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nëse ndodh dy grupe nga musliman janë çorrodit dhe luftojnë mes tyre, i tretë mos këshire se ire, ndërhyn dhe i pajton mes tyre. Vazhdon ajeti. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Nëse një grup i këtyre dy grupe që luftoshin është kryeneç, rebelavet, nuk do me ngu, begat, ban zullum, dhunë dhe agresivitet, e lufton palën qeter, atëra thot kjo palë e tretë, bab me palën e dytë, bashk e lufton këtë palën dhe se nuk theje. Edhe pse thot vetët Hasan Hussein. A e kuptuat o vëllezër? Demek na të tjerë, konfliktimi, nuk ka pse është kultur tjetër, fe tjetër, ideologji tjetër, po zullumi nuk tolerohet. Monument. Zullumi kur nuk tolerohet, edhe nëse ata të cilët bëjnë zullum pretendojnë se jena nga kibla edhe nga rrethi muslimanëve parasysh idejen, ideologjien, nëse ata promovojnë zullum, dhunë, këta njerëz nuk e tolerojnë dhe nuk e goldit Islami asnjëherë. Andaj kjo është Islami, kjo është mesazhi hyjnor që e kam përmbyll me gjithë vullën e gjithë librave të mëhershëm njerëzimit. Kjo është toleranca islame. Tjerë le na tregojnë tolerancën e tyre nëse dojnë më kanë ferë dhe transparent. Këto ishin disa pika që ka munova mi tregu dhe mi shpalos para juve mi vlerën e Ashurës edhe shka ndërthejnë dita e Ashurës. Shkurt si epilog, dita e Ashurës është një ditën e ejnëte, është preferuar, mustahab, me agjëru ditën e ejnëte të Ashurës, për të cilën pejgamberi Allah ka thënë, kush agjeron ditën e Ashurës, Allahu ka mshan shpresa që Allah i ka fal gjunat e vitit kaluar. Forma më e mirë e agjerimit është 4 forma. Forma e parë është me agjëru një ditë para, ditën e Ashurës dhe një ditë mas. Që të më thonë, e mërkur, e ejtë dhe gjuma. Nëse nuk mund është këtë formën plot dhe cak, forma e dytë agjeron ditën e mërkur me ditën e ejnëte. Nëse nuk mund është këtë formën e dytë, ditën e ejnëte me ditën e gjuma, një ditë mas. Sa që ka thonë pejgamberi Allah, nëse Allah më jep ymër të jetoj në vitin e ardhshëm, ka më agjëru ditën e 9 ose ditën e 11. Vazhdim. Kjo forma e tretë. Nëse nuk më është 3 format, mjafton vetëm ditën e ejnëte, ditën e Ashurës. Nuk është obligim, nuk është farz, është mustahab. Po na kena gjunaje, kena nevojë shumë që Allahu më na fal gjunat të meta. Kjo, disa gabime, disa lëshime, disa bidate dhe risi që ka bën të dy, duhet besimdar të largohet plotësisht. Ndërta, për shembull, të na kanë zakon dhe tradit, gatu në pomarojnë Ashura. Kjo nuk është tradita jonë, është tradite grupeve të devijuara, të shijave dhe dervishve, që marojnë Ashura e kibo, edhe nuk është nga feja. Pastaj, disa që nuk kanë fare të vërteta me këtë ditë, thuhet se në këtë ditë Allah e ka shpëtu Nuhin, e ka shpëtu këtë pejgamber nuk ka fare të sakta. Këtë gjithë janë israeliate. Ajo që duhet me manifestu këtë ditë agjerimin. Edhe këtu të nshesh gjithmonë na manifestimet i bajme nëpërmjet agjerimit. Kjo sini më i mirë që demonstron para Allahut se ti do në mafru tek Allahu Gjeleshanu. Allah i nderoft, Allah i shpërbleft, Allah i na bëj për aty që i ndëgjojmë këto këshillat dhe porosit, edhe qesme në praktik. Lusë Allah i madhru, Allah i na fali gjunat e vogla edhe gjunat e mëdha, të dijshme dhe të padijshme. Na fal neve, prindrit, mësuesit, xhallar tan, lusë Allah i madhru, Allah i të na përfshijë me rahmetin e vet, të na largoje nga idhrimi i tij, edhe në fund të na bashkojë në xhenetin e tij. Lillahi Rabbil Alamin.